Surpriza që Olci Byliku kishte përgatitur për Egli Takon ka pushtuar portalet. Olci u shpreh se kishte shkuar për t'i thënë asaj disa fjalë zemre për mirënjohjen që ka treguar Egli brenda shtëpisë së famshme. Nga ana e Eglit kishte pak mosbesim në fjalët që Olci po i thonte, por nuk mendon kështu Engit Doda, i cili është mik i të dyve. Ai ka publikuar një foto në llogarinë e tij ku është shprehur kulturë, mirënjohje, duke vlerësuar kështu këtë takim dhe deklaratat e Olcit. Ne do t'i rikujtojmë se Engiti përveç që ka mik të ngushtë Olcin, ka punuar disa vite me Eglin, andaj veprimi i tij ndezi rrjetin dhe mori shumë komente pozitive për mbështetjen që Engiti i dha Eglit edhe Olcit. Nga ana tjetër na do t'i rikujtojmë se Egli ka krijuar një raport lëshosh trëngon me gjestin, por se si do ta vazhdoj, na mbetet vetëm të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.